Kur trupi juaj jep këto nëntë shenja, hiqni dorë menjëherë nga kafeja, dëmet që ajo shkakton. Kafeja definitivisht mund të përkufizohet si një eliksir i shëndetit. Është zbuluar se zvogëlon një risk të lartë të problemeve të prostatës, zvogëlon dështimin e zemrës dhe gjithashtu ul ndjeshëm riskun e humbjes së dëgjimit, citon Healthline. Por për disa njerëz, sipas IDs-90, kafeja mund të ketë më shumë efekte anësore negative se sa pozitive, sidomos nëse bëni këto gabime vazhdimisht edhe në konsumin e saj. Ja kush duhet i kushtojë vëmendje më të shtuar pirjes së kafes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Njerëzit të cilët do vuajnë nga sëmundjet inflamatore nuk duhet ta konsumojnë kafen ose ta përdorin atë në doza vërtet të ulta. Kafeina mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu mund të rrisë shanset për probleme të diarrez, e cila është një nga simptomat kryesore të sëmundjeve inflamatore, citon edhe dietologja Angel Planels. Presioni intraokular mund të rrisë edhe problemet e personat të cilët kanë glaukoma, sidomos edhe kur konsumojnë kafe. Prandaj ekspertët këshillojnë që të reduktoni marrjen e kafes ose edhe ta shmangni, por është më mirë që të evitoni gjithashtu edhe pirjen e saj, sidomos nëse keni probleme inflamatore të zorëve. Nëse vuani nga ankthi, ekspertët këshillojnë të mos e konsumoni kafen. Të gjithë e dimë se është më mirë të mos pimë një filxhan kafe të madhe përpara një udhëtimi të gjatë, veçanërisht nëse nuk mund të shkoni në tualet në ato momente. Marrja e kafes gjithashtu mund të përshpejtojë edhe punën e fshikëzës, prandaj do ju duhet të urinoni më shpesh, citon Sue Heiken, nutricioniste. Ekspertët gjithashtu këshillojnë persona të cilët do vuajnë nga ankthi të mos e konsumojnë kafen, pasi ajo mund të nxjisë edhe të përkeqësojë më shumë situatën tuaj. Prandaj në këto raste tregohuni të vëmendshëm me pirjen e saj dhe është më e mira të mos e konsumoni. Personat të cilët do vuajnë nga sëmundjet e zemrës duhet të tregohen të kujdesshëm me konsumin e kafes, pasi mund të nxjisë edhe krijimin e një problemi mjaft të rëndë të shëndetit tuaj. Duke qenë se kafeja mund të shkaktojë rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe të përshpejtojë punën e zemrës, është e rëndësishme që çdo person që ka probleme me zemrën të jetë më i kujdesshëm dhe të flasë me një mjek se sa kafe mund të konsumojë, citon Kelly McGrain. Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillon se gratë të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë, sidomos ato shtatzana, për të mos rrezikuar edhe abortin e lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar thotë se nuk ka sasi të sigurt të kafes të gratë shtatzana. Çdo femër duhet të konsultohet me pediatrin e vet për të evituar edhe komplikacionet. Duke qenë se kafeja është një stimulues diuretik, është e mundur që një nënë që ushqen fëmijën me gjith të vuajë vazhdimisht nga dehidratimi. Prandaj duhet të këshilloheni vazhdimisht me pediatrin tuaj për të evituar kështu edhe komplikacionet që kafeja mund të nxjisë në organizmin tuaj. Të heqësh dorë nga konsumi i kafes është vërtet e vështirë, por kur bëhet fjala për shëndetin tuaj duhet të ndiqni disa rregulla. Kafeja mund të jetë një dozë energjie që ju ndihmon të zgjoheni në mëngjes, por te disa njerëz ajo është një armik i heshtur sesa vërtet një mrekulli. Nëse keni ndjerë ndonjëherë që jeni edhe në formë të ulët por nuk mund ta kuptoni pse, kafeja në përditshmërinë tuaj mund të jetë shkaktari. Një nga shenjat kryesore që kafeja tregon se është një shkaktar është edhe këmbët të cilët lëshojnë në miza. Nëse keni ndjerë ndonjëherë se këmbët tuaja nuk qëndrojnë dot të qeta pas një filxhani të kafes, kafeina mund të jetë shkaktari kryesor i këtij problemi, citon Healthline. Për disa njerëz, kafeja e stimulon së tepërmi sistemin tuaj nervor qendror, duke shkaktuar një dëshirë të pakontrollueshme për të lëvizur këmbët, sidomos gjatë natës. Kjo ndjesi mund të vështirësojë edhe procesin tuaj të gjumit.
duke qenë se kafeina mund të qëndrojë më gjatë në sistemin tuaj në orët e vona, ajo mund të çojë edhe në ndërprerje të theksuar të gjumit, citoi studimi. Andaj, tregoni të kujdesshëm me sasinë e kafes që shtoni në dietën tuaj për të evituar kështu edhe komplikacionet e saj. Kafeja mund të jetë edhe një shkaktar i shtresave të ndryshme në gjuhën tuaj. Mund të tingëllojë e çuditshme, por efektet acidike të kafes mund të bëjnë që të keni shtresa të gjelbra në gjuhën tuaj. Kjo mund të shkaktohet gjithashtu edhe nga probleme të ndryshme dhe duhet t'i kushtoni vëmendjen e duhur shëndetit tuaj, pasi këto shtresa mund të paralajmërojnë edhe probleme dhe komplikacione të ndryshme të imunitetit. Kafeja mund të shkaktojë entje të trupit. Për disa njerëz, kafeja nuk është një proces energjie, është diçka që trupi tyre e sheh atë si mysafir të padëshiruar. Kur dikush ka intolerancë ose alergji ndaj kafeinës, ajo mund të krijojë fryrje dhe probleme të organizmit. Andaj, nëse po përjetoni këto simptoma, hiqni dorë nga konsumi i kafes. Kafeja mund të shkaktojë pagjumësi. Edhe nëse pini kafe vetëm në mëngjes, intoleranca ndaj kafeinës mund të mbajë efektet e saj në trup për orë të tëra. Kjo mund të çojë në probleme me gjumin, për të qëndruar në gjumë ose për të çlodhur kur zgjoheni. Kafeja mund të krijojë gjithashtu probleme me stomakun. Për disa, kafeina irriton stomakun dhe mukozën e zorrëve, duke çuar në fryrje, ngërçe, por edhe në diarre. Ky shqetësim shpesh krijohet me kalimin e kohës, duke u lënë të ndjeni të lodhur dhe të irrituar. Nëse sistemi juaj tretës është duke u rebeluar çdo herë që pini kafe, është koha që të hiqni dorë prej saj. Rrahje të shpejta ose të parregullta të zemrës. Një zemër që rreh më shpejt se zakonisht mund të jetë normale pas një stërvitje, por nëse ndodh ngahiçi, shkaku mund të jetë pirja e kafeinës dhe duhet të evitoni atë nga dieta juaj. Rritje të ankthit. Kafeina stimulon sistemin nervor dhe për disa njerëz kjo mund të shkaktojë ndjenja të ankthit. Nëse i gjeni veten më të nervozuar se zakonisht pasi keni pirë kafe, duhet i kushtoni vëmendje mënyrën se si trupi juaj po reagon. Reduktimi i marrjes së kafeinës mund të ndihmojë të qetësoni sistemin tuaj nervor. Kafeina e tepërt në trupin tuaj mund të shkaktojë gjithashtu edhe dehidratim, pavarësisht niveleve të ujit që konsumoni gjatë ditës. Efektet dehidratuese të kafeinës mund të pengojnë në trupin tuaj të përthithë si duhet lëngjet. Edhe nëse jeni duke pirë ujë së bashku me kafe, vetëm stimuluesit e kafeinës mund t'ju bëjnë të ndjeheni më të etur dhe më pa energji. Nëse vëreni këtë entje të vazhdueshme, mund të jetë një ide e mirë të reduktoni nga dieta juaj edhe marrjen dhe konsumin e kafes. Ankthi. Njerëzit që luftojnë me ankthin duhet të shmangin kafeinën, pasi ajo jo vetëm që i përkeçon simptomat e pakëndshme të ankthit, por ngre edhe nivelet e stresit, duke ju bërë të ndjeni më nervoz se zakonisht. Mund të shkaktojë edhe dhimbje të stomakut. Shumë njerëz kanë një problem me stomakun dhe shqetësohen nga kafeina pa e kuptuar. Për këtë shpesh fajsohet ushqimi, por kafeja mund të jetë shkaktari kryesor i dhimbjeve tuaja të stomakut, citon Eltside. Kafeina e tepërt në trupin tuaj mund të shkaktojë të dridhura dhe rrahje të shpejta të zemrës. Marrja e tepërt të kafeinës dhe vazhdimisht për një kohë të gjatë në trupin tuaj mund të jetë një shkaktar kryesor i ndryshimit të rrahjeve tuaja të zemrës dhe një arsye më shumë pse duhet i kushtoni vëmendjen e duhur shëndetit tuaj, citon Eltside. Nëse për një kohë të gjatë vërreni këto simptoma, duhet të paraqiteni tek mjeku. Kafeja mund të shkaktojë të dridhura, dhimbje koke. Edhe pse një sasi e vogël e kafes mund të ndihmojë në dhimbjet e kokës, tejkalimi i dozave të saj mund të shkaktojë edhe komplikacione. Në këtë rast, flasim për sasi të cilat janë më shumë se 5 filxhan kafe në ditë, ose edhe kafeina të ndryshme të cilat mund t'i konsumoni nga pijet të ndryshme të cilat i merrni çdo ditë. Është e rëndësishme që të bëni zgjedhjen e duhur të ushqimeve dhe gjithashtu të evitoni kafen, sidomos në orët e mbrëmjeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.